shkrim pjesën teorike, tani të japim mundësi secilit një nga një të qas nga afër me marrë pamje, me kamera dhe aparat. Nëse keni ardhur duke bazuar në kërkesat e gazetarëve si dhe opinionit në përgjithësi, për të njoftuar lidhur me ngjarjen e djeshme gjatë një operacioni të realizuar nga Policia e Kosovës me urdhër të organeve kompetente të drejtësisë, gjatë një operacioni të pastisjes në rrugën 28 nëntor 21, me që rast janë konfiskuar disa gjësende të ndryshme, të cilat në një kohë paraqesin një rrezik potencial për njerëzit dhe që mund të shkaktojnë edhe dëme të ndryshme materiale. Ne sot kemi ftuar këtë konferencë për të njoftuar lidhur me detajet, por këtu me mua është zëdhënës drejtori Reinhard Kostin, i cili do të jep detaje shtesë në proces. Faleminderit. Jemi datën 1 shtator, policia në rrugë operative, ka të informatat se në rrugën 28 nëntore në Dardani, në një garazh brenda saj gjenden 2 depo të mbushura me gjësende të dyshuara. Policia, konform ligjet, ka bërë kërkesën prokurorisë dhe më pas gjykatës për të marrë urdhënesën për me kryer këtë pastisje në këto depo të dyshuara. Pas sigurimit të urdhënesës është provuar me kontaktu me personat përgjegjës, që fatkeqësisht nuk janë përgjegjës. Njësitë policore, konform autorizimeve, kanë bërë hapjen e dyerve me forcë dhe kanë depërtuar në brendësi të këtyre depove, me rast janë gjetur dhe konfiskuar gjësendet që sot janë këtu parajush dhe pas prezentimit me kamera dhe aparate të menaxherimet nga afër. Me këtë rast janë konfiskuar 65 çanta me shishe qelçe të mbushura me materje ndezëse, 30 çanta të zbrasta, 675 shishe me materje ndezëse derivate, 5 bidon 10 litrësh të mbushura me materje ndezëse, 50 kavanoza me të mbushura gjithashtu me materje ndezëse, 35 shishe me ngjyrë, 6 paketa të ndryshme me shishe të mbushura me materje ndezëse, 28 kavanoz metali me ngjyra të ndryshme, 7 bypa plastike të improvizuar për hedhjen e mjeteve të ndryshme, 2 hinka ngjyrë të kuqe, 3 qese me gur të masive të ndryshme, 1 qese me maska të ndryshme, 7 megafon, 1 paket me 408 ID të personave me emra dhe mbiemra me shenja të vetëvendosjes, 21 sprej me ngjyrë, 2 çekan 10 kg së dhe 1 shufer pajser, 14 mjete piroteknike madhësi dhe lloje të ndryshme, sfera të ndryshme qelçi dhe një sasi e konsiderueshme e gjembave metalik, të cilat do të kemi mundësi mi pa nga afër. Ne në këtë fazë kemi pronarin e garazhës, i cili do të thotë ka dhënë me qira personave të tjerë depot brenda kësaj garazhe dhe policia është në kërkim të tyre për të arrestuar. Janë të identifikuar. Intervistu dikush për lëvizjes dhe vendosjen në senс se ato depo janë përdorur nga ky subjekt politik? Deri në këtë fazë jo, me siguri se do të vijmë do të kryejmë intervistim.
Po për sulmin në objektin e RTK-s dhe të shtëpia e drejtorit përgjithshëm të RTK-s në Kërshalla, ka zhvillime të reja, ka dyshume, a lidhen ta me të arrestuar për sulmin kuvend. Në konferencën e fundit policia ka dhënë detaje që është zhvillim të hetimeve dhe varësisht për gjeturave do dalim me rezultate konkrete dhe të mëdha. Bashkëpunim me prokurorinë e keni klasifikuar edhe këtë vepër si terroriste? Në lidhje Po, në bashkëpunim me Prokurorinë e Shtetit edhe kjo është përgatitje e veprës terroriste. A janë sigurt qytetarët e Kosovës për shkak se në bashkëpunim me prokurorinë edhe për 6 tjerë që u arrestuan e keni klasifikuar, e keni bënë klasifikim të veprës penale të tillë? A janë në rrezik në kaq që ata janë mirë, por ndaj Policia e Kosovës garanton gjithçka se kem forcat mjaftueshme për me ofru siguri për gjithë qytetarët. I falenderojmë gjithë qytetarët për bashkëpunimin e shkëlqyshëm që janë të bëha me Policinë e Kosovës dhe kërkojmë që në vazhdimsi të kenë një bashkëpunim edhe më të hapur me qëllim që të zbardhjes dhe parandalimit të gjitha rasteve çfarë do natyre qofshin ato dhe kapjen e të dyshuar ato. Qysh është mundur në arrestu një kolegi një gazetar gjatë orarit punës edhe policia mos me dalë me asnjë sharem, qysh policia mundet me bo gabim në identifikimin e këtij. Do të pas parasysh edhe policia e njerëz edhe gabojnë si gjithë qytetarët tjerë. Por sharru shumë shpejt dhe gazetari A mendoni që gazetarit ja keni bërë një kërkim falje si policia? Sigurisht po, sigurisht po. Personat që janë arrestuar kanë përdorur mjetin